Jam një djalë 14 vjeç dhe desha të pës prej sa viteve nisen të njihen gjunahet, fillojnë të numërohen prej moshës së pjekurisë. E mosha e pjekurisë është njëra prej këtyre alameteve apo shenjave. Në një me ejakulu, u bo gjënob qoftë natën, në dy me dalë qime të vrajshta në vendet intime, në tre me i mush 15 vjetë. Nëse këtu dy të parat nuk janë prezente atëherë deri sa të bëjsh 15 vjetë. Por me momente që njëra për këtyre qfaqet, ti jenë moshën madhore dhe filloj me të nëmëru gjunahet edhe sevapet dhe me të shënu. Femrave, për pas tyre 3 gjërave, i shtohen edhe 2 alameta për shenja tjera, e që është ardhja e ciklit mujor dhe mbetja shtatëzan. Këto janë shenjat e pjekurisë, prej të cilave nëmërohesh se je i pjekur dhe fillojnë të shënu gjunahet edhe sevapet.